Deputetët e Kuvendit Kosovës thonë se pengesë për formimin e ushtrisë së Kosovës mbetet lista serbe, e jo çështja e shënimit të kufirit me Malin e Zi. Nuredin Ibishi, deputet nga LDK dhe antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë se tani për tani është e pamundur të bindet lista serbe për votimin e shndërimit të FSK-s në ushtritë Kosovës, pasi që ata marrin urdhra nga Serbia. Po ne vazhdimsi bëjmë kërkesa edhe nga deputetë e listës sërska, se mos këta komisionin që kemë, Komisionin për Siguri. Mirë po, realisht është për momentin, apo për një kohë pasaktuar është e pamundë të binden ata dhe sot që vjen udha për qeverisë Serbisë. Ndërsa deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi thotë se tani për tani është e pamundur që të ndodhë kjo, pasi që nuk bindet Beogradi për një gjë të tillë, duke i komentuar deklaratat e kryeministrit të Kosovës, i cili e ka lidhur këtë çështje me demarkacionin. Selimi thotë se Isa Mustafa ka tentuar ta kontrabandojë demarkacionin në Kuvendin e Kosovës përmes këmbimit me interesa vitale të vendit, siç është ushtria, siguria dhe mbrojtja e Kosovës. Nuk është thjesht FSK-ja kusht që ka dhënë dikush tjetër, por është thjesht qeveria e Kosovës, kryeministri po ja dhën kusht qytetarëve realizimin e diçka që është e domosdoshme, siç është ushtria në dhënien e territorit. Pra, kjo është e papranueshme. Por analisti Imer Mushkola i tha për Kosova Press se kryeministri Mustafa me deklarata të tilla duke lidhur demarkacionin me ushtrinë, po mundohet që ta arsyetoj dështimin që ka pasur në formimin e ushtrisë. Nuk konsideroj se është, si më thonë, e shëndetshme edhe për kryeministrin Mustafa, po logjikshme që të bëhet një ndërlidhje e tillë e mos miratimit të marrëveshjes për demarkacion me krijimin e forcave armatosat të Kosovës. Siç njofton Kosova Press, gjatë krijimit të koalicionit qeverisës në Kosovë, lista serbe kishte kushtëzuar kryeministrin Mustafa dhe ish-kreun e PD-k-s Thaçin se shndërimin e FSK-s në forcat armatosura nuk e votojnë pa u plotësuar 4 kushtet e tyre. Emrimi i zëvendës drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nga radhët e pakicës serbe, zëvendës komandanti i FSK-s nga radhët e serbëve, ndërprerja i privatizimeve në komunat serbe, përfshirë këtu Brezovicën dhe Trepçën, si dhe krijimi i asociacionit të komunave të kësaj pakice.